kur thaj që LDK-ja i përjashton, që unë nuk mendoj. Vjosa Osmani i ka pas dalë kundër Isa Mustafës dhe Isa Mustafa pa të rendit. Pas mon me dalë i kundër Shqipe? Po mirë dhe, po du me thonë si nuk e ka përjashtu atëherë. Bile sonte që e Shqipe. E ka qitë shumë gjatë të sa. Sonte, po ju thotë këtu. Unë shumë ma shumë mëritet respekt i Shqipeve gjysë fjalije. Shumë ma shumë mëritet respekt i për njerëzit të cilët i dolin bëjtje në këtë rast. Zotit Todi se so liderit. Se me i dojnë liderit o ka laj. Sa është lideri, e ka fuqin. A i mund me së përblyr. Amo me më bo me doptin këtë rast, është përjashtimi Vjose nuk e kanë përjashtu. E ka rendit. Ka faqe zyrtare përjashtu me letë, o i Shqipe. Me letër është përjashtu. Po lemni për ta përfundoj edhe tani pajtojë. Shqipe vështë me pranu që metodën e kanë ndryshme se me përjashtu gjithëqysh. Si një partit tjetër, në që kanë matë nga dalët. Okej, është kritiku Isa Mustafa për qenit autoritar dhe për qenit hakmarës. Vjose nuk e kanë përjashtu kër e ka kundërshtu LDK-n. E kanë qitë shumë poshtë në listë, ka qenë 60 diçka numër. Dhe ajo mandej fitoj dul e dyta, më zgavosha së treta. 68.000 votë, 69.000 votë. Dhe, qka ndodhi, u bo kandidate për kryeministër. Ajo kujtot aj pajtimi, aj përqafimi në brenda kryesis, kur ajo u bo kandidate për kryeministër. Dhe Lutfia Ziri pritej të bëj madje kryetari partisë që Isa Mustafa të tërhiqej. Ishte Agim Veliu, mandej që ndërhyri, tha jo, do të kemi gare kështu me radhë, edhe u rizë gjatë sërish mandej Isa Mustafa. Vjosa Osmani i humbi zgjedhjet për 3.000 vota. Vjosën e kanë përjashtu pastaj, kur ajo ka mojtë qëndrim të fort kundër rëzimit të qeverisë. Vjosa ka dalë krejt, Lumiri nuk ka dalë, ka nejnë parti, por nuk është bërë pjesë e qeverisë. Unë nuk besoj se voti do të përjashtohet. Unë mendoj që në LDK do të bëhet edhe më përmbajtësor diskutimi i brendshëm dhe duhet të bëhet me përmbajtësor edhe për mënyrën e qeverisës së brendshme, se menoj se kjo është problemi. I renditi disa çështja Halili për cilat unë nuk menoj që Lumiri ka mendim ndryshe, përkundrazi, ndoshta nuk ka qenë mjaftueshëm i zëshëm, por gjithaj ka thonë që ne jemi pro gazit Amerikan, ka thonë që në momenti që dim qeveri, gjën e parë që kemi me bo, se pas kënë dëgjuar, e kam dëgjuar disa. Për posh aleoncin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ka unë, do të me mete pasinume. Sa tjetër në një version nuk kanë dëshu pejve. Amo me kujgjove. Së shashto, nuk pajtohet. Plus që ka dollë tash, edhe po shet tash pati dhe tizë, po drafti është i papranu shumë i asuacionit. Mere me men. A ka nëshku i shefi ti? Jo, draftin se ka nënshkru. Draftin kërku se ka bo. Po dëshmon një konsistencë i Shqipe. Janë pro asociacionit në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuse. E kanë thonë çdo herë dhe ka thonë draftin e bojmë na, e bën qeveria qashtu, qysh edhe i... Jo, nuk e bën qeveria draftin. Kjo gabimi fatal që ju i kineron në këtë lojë. LDK ka qenë kritike ndaj marrëveshjes së Ohrit. Absolutisht, sepse ata dojnë marrëveshjen origjinale të nënshkruar prej Isa Mustafës edhe vendimin e gjykatës kushtetuse. Ata kanë thonë, kjo është qëndrimi jonë. Ne e themelojmë asociacionin, bazë të asaj marrëveshje dhe bazë të vendimit të gjykatës kushtetuse. Unë nuk besoj, unë mendoj që debati i brendshëm do të vazhdoj dhe po unë do doja që zotri Hoti me gjithatë të mirej seriozisht dhe disa prej çështjeve që ai ka ngritur për qeverisjen e brendshme duhet korrigjohen. Na riktheu edhe një herë pjesën e deputetëve në LDK, kush është tek deputetët e ri? A mund të kemi a janë të gjithë lojal të Abdixhikut apo ka dhe këtu emra të cilët nuk i referohen? Nuk i referohen, që janë rebel në thojza. As nuk i njo, ta zomën zotrin Jusen Qekaj nuk e njo, nuk e di çfarë qëndrimi do të mbaj. Zotri, kush është tjetëri i ri këtu? Jehona është plotësisht lojale edhe dorsa ndaj Lumirit. Po Parisi po ashtu, unë mendoj se diskutimi duhet tjetë jo kush është lojal ndaj kuj, po qka. Jo, po e qartë, unë e di diskutimin në qka, si, po këta mund të bëjnë diferencen, se mund të hatërohet dikush e ta votoj Albin Kurtin kryeministër. Shembull. Po e këta të rritë nuk e një, nuk e di çfarë qëndrimi do të bëjnë. Prandaj është çështje diskutabile. Shembull, hiqet Imri Ahmeti dhe Gaz Muhaxheri, futet Albania dhe Parisi.
Po i këtyne nuk pres që e votojnë. Jo, nuk, natyrisht që Albeni se mos shko shumë poshtë. Se te Arben Gashi, aty, edhe Alban Zogaj i referohet Abdegjikut, Krenar Gjaferi nuk jam shumë i sigurt. Me sa diun është po ashtu, sepse ka qenë këshilltar Ka qenë mbështetës shumë i fort, por nuk e di a është më. Nuk jam i sigur për këtë. Marigona Geci. Kjo Serbeze Muqaj nuk e njo, sepse kjo është deputete, është edhe një zoj tjetër. Zonja Serbeze ishte një doktoresh nga Peja, apo nga Istogu. Edhe është një e Podujeves Jaharova emrin si e pat. Zonjë është edhe ajo? Po, sepse... Jese grupit parlamentar? Po, se për shkak të kuotës, kjo Serbeze Muqaj edhe një tjetër vjen prandaj, sepse Arben Gashi kishte votat për të bërë deputet. Arbeni edhe Parisi... Arieta Abazi. Ato mbeteshin jashtë për shkak të kuotës se doja lironin vendin. Po i bie që Hykmete, Bajrami, Abdullah Hoti,